Përshëndetje miq, mirë mëngjes. Sot mëngjezin Azuri në një nga bashkëtat tona, një nga plantacionet që kemi realizuar me kumblla, moll dhe vreshta më lart, dhe me raku për kumbllat, sepse që shikoni, koha, natyra bën saj një dëbore pa parë dhe ka dhënë për ngrica të mëdha. Deri tash s'kemi qelje të plot, mund ta shikoni miq të dashur, ja ku ndodhemi. Shikojni, s'kemi mbi qelet plot, fati madh, po ta shikojmë si do shkoj kjo punë. Gjuna, krim nga Zoti. Një plantacion i papar, shikojni miq të dashur. Kemi punuar ditë e natë. Shikoj çfarë plantacioni. Dhe me raku patjetër s'na mban vendi. Inshallah s'kemi ngrica të mëdha që mos na prishet prodhimi. Kjo është një kumbull sheqer që quhet. Dhe për frut mund të përdoret, për shumë e mirë për rakin e kumbullës. E kombinuar me kumbulla tegra që kemi rrethuar, që kemi mbjellë rreth këtij plantacioni, nxjerr një raki kumbulle të shkëlqyer. Dhe që se dini miq, unë jam qefli dhe me rakive normale, jo rakite përdorura, të ngatruar, rakite origjinale, rakin e kumbullës. Ju përshëndes miq dhe Zoti vend dorën. Faleminderit që më ndoqët.